platformë, ke një ideologji. Ka dhe ca janë rregulla. ca miq. Ka dhe ca rregulla. Se dhe misia ka rregullat e vet, a? Sigurisht. Nuk ekziston aty. E pra, për këtë arsye, pregohet që fakti që e ka pranuar Sali Berisha këtë, do të thotë që ka humbur reflekset politike, ndoshta tregon edhe pafuqinë. Pafuqia, unë po anoj të pafuqia. Po, do të them edhe diçka tjetër tani, sepse të ndoqja kur po thoshe aty ose Martini, pse nuk përfiton tashmë Sali Berisha nga gjendja e rëndë ku është Edi Rama. Nuk do të përfitoj. Sepse ai kupton që ekzistenca e vet politike varet nga ekzistenca e pjesës tjetër e të kundërtës vet, që është PS-ja dhe Edi Rama. Ja, pse ndoshta regjia na ndihmon. Shikoj çka ka nxjerrë zoti Bardi në Facebookun e tij, në citimi i tij, dhe ka nxjerrë sipas tij etj mesazhet që ekzistojnë midis stafit të ministrisë së transporteve dhe një biznesmeni, dhe ku përmendet emri saktësisht një personi që të gjithë e dinë që është i afërt me zotin Berisha Junior. Dhe që s'ka thënë gjë, Berisha Senior, deri tani. S'ka thënë gjë. Ndoshta nga që ka qenë avion. Po se di atë presim të nesër, po. Që bashkë kishin pra ideja Berisha në stilin e tij njihet që komunikon edhe nëpërmjet të tjerëve me publikun. Pra, kur nuk del vet, kur nuk del, gazin. Po jo më se. Kur nuk del vet nxjerr të tjerë, nxjerr flamurin, nxjerr gazin, nxjerr si. I bi shokëve të birë? Jo, ai kërkon, jo, nuk e ka partierën shokëve, ai kërkon të shpëtojë imazhin e tij, sepse demokratët e di pse s'dalin sot në shesh. Nuk dalin, ja ta them unë, nuk dalin sepse Po nxjerrin shesh atë gjë që tuti mos më dalin shesh. Po dëgjoj. Demokratët nuk dalin në shesh sepse demokratët thonë që Sali Berisha dhe njerëzit e Sali Berishës, familja e tij, bashkëpunojnë me qeverinë. Atje në gjitha, po pra, një minutë, atë jam duke thënë. Ndoshta s'kuptojmë. Dhe janë nxjerrë zoti Bardi. Po ta mbaroj. Dhe ky tani, zoti Berisha do të pastrohet nga kjo ngarkesë që ka, dhe nxjerr zotin Bardi për të thënë që ne distancojmë, pra ky e ka bërë në kokën e vet, nuk e ka bërë se në dieninë e doktorit këtë gjë, në dieninë e zenit, e kupton? Në dieninë e familjes. Do e thënë, ky zotëria që ka bërë biznes është në punë e vet. Thot ky, pra kërkon të laj atë që i thojmë ne me atë tjetrën, më kupton? Po puna, efekti është ajo, do të nxjerrim pamjet e sheshit pra. Po efekti është ai i sheshit, jo ky që thua ti. Demokratët kanë krijuar bindjen. Kam hasë që ju. Ai mundohet ta pastrojë, por nuk e pastroi. Kjo ideja ndjes nëse ma lejon si kritik pozitive, nuk ka lidhje, domethënë se ajo që kam vënë re unë prej 2005-s e këtej, është që megjithëse sot jemi 2025-ën, ka një sindrom Partinë Demokratike që mendojnë që janë akoma në pushtet. Dhe kanë drejt ndonjëherë kur e shikojnë me këto gjëra që njerëz të bizneseve të afërt me familjen Berisha marrin pas 20 vjetësh shtendera tek qeveria, sigurisht që njerëzit acarohen. Po kjo që thua ti, të paguash 6 milion euro para zgjedhjeve, para 11 majit, duhet të jesh shumë i pasur. Duhet të jesh shumë i pasur, është vërtet. Unë në momentin e parë që dëgjova, shiko, ndoshta e kam gabim, po unë në momentin e parë kur e dëgjova kështu mendova. Pra, këta kanë bërë hile për të hedhur sindroma jote ende e pashëruar e demokratit dok. Shiko, për të hedhur hi syve. Kanë atje dhe njerëzit nuk ja ku të njerëz me hi syve, pra njerëzit ta tregojnë sot shesh hirin e syve. Po u hodhi, ai eci i shkoi, sepse nuk u hodhi syve kur u kthyen Berisha. Ja, ta them unë cila shkoi. Sali Berisha dolën shesh? Po jo kjo e sotmja, më dëgjoj pak. Në historikun e vet, në momentin që Sali Berisha u kthye dhe mori PD-n, u kthye dhe i gënjeu, i mashroi, cila që kauza. Po kishte një kauzë. Cila që kauza, që i tha, unë i tha do të arrëzoj Edi Ramën për 6 muaj. Nuk ka rëndësi, kishte një kauzë. Po i gënjeu pra. Ata e besuan Berishën sepse menduan që Berisha është më i forti, më i zoti, më i dëshmi. Po ku e ndihmon kjo që tuti se këtë se ka punë tani? Po pra ai mendon. Se këtu duhet kuptojmë çfarë si mendoni ju demokratët, se kam ju demokratët e pa korrigjueshëm. Po të mendoja unë edhe një herë mos i ngatroj gjërat. Po të mendoja si ata isha aty tani. Nuk po të kritikoj. Nuk po të kritikoj. Jo, dhe një sekondë, do ta bëjmë një skerim. Mënyra se si e kuptoni, si e kuptoni ju gjërat. Gjërat aty janë qartë. Ktu është një lojë, një indrik për të marrë logën e PD-s, kaq, that's it. Po mirë, ti e lexon kështu. Unë them në momentin e hapur. Po kam ka dhënë drejt mua, jo ty. Nuk e di më. Jo, e di atë. Ku e di ti cili është pozicioni? Po si jeti këtu, si jam PD-s? Po cili është pozicioni? Po si jeti PD-s? Po pra si jam në PD dhe ku më ka dhënë drejt? Iluzionet e tua jo s'kan dhënë drejt fare, se je këtu. Po mirë, mbas se je si analist. Nuk je PD. Ti ke gabim. Berishën e mundëm. Berisha, ja, është i mundur. Berisha është i mundur. E mundi spaku. Berisha është i mundur. Spaku e mund amerikanë, një sekondë. Spaku dhe mosha. Për gazi do mund Saliun. Këtu pastaj dalim, pse zoti Bardi po tregohet më i zgjuar se grupi idealistëve që përfaqësohet nga zoti Beko e nko. Problemi është që gazi kishte sfidë e madhe. Kur ta me qerdhin nga Brazili Saliu,
kur të shoh tamam këtë të gazit, do t'i kujtohet ajo thënia vjetë. Në banesën e Braktisë ku ndodheshin 2 personat, po bëhet kontrole me qenë për të parë nëse ka patur armë apo eksploziv në këtë banesë. Kontrolet fillimisht kanë filluar nga policia e Pukës ku kanë konstatuar 2 personat, pas tentativave për negociata me këto persona për të vetë dorëzuar, policia e Pukës ka kërkuar mbështetje nga Renea, por dhe nga forcat antiterrorit të Shkodrës. Tashmë për disa orësh vijoni në terren forcat të Reneas, ku më pas tentativave të para për të negociuar me këto persona, është bërë mundur edhe thirrja e të afërmëve të këtyre personave, përkatësisht bëhet me dije nga policia që personi i cili ka ndihmuar për të negociuar vetë dorëzimin e këtyre 2 personave ka qenë vëllai i Julian Cumrakut, ndërkohë këta të fundit do të shoqërohen në polici. Bëhet me dije në fakt, siç e kemi thënë dhe më përpara, që këto persona dyshohen të jenë pjesë e grupeve terroriste, kanë udhëtuar më parë drejt Sirisë, ndërkohë Arben Uka i njohur ndryshe dhe si Hamza Uka ka qenë ish ushtarak, ndërkohë ka patur, sipas informacioneve që ne kemi deri në këto momente, ka patur probleme të mëparshme me drejtësinë. Kujtojmë këtu që sipas informacioneve që ne kemi deri në këto momente, ky person ka qenë i dënuar më parë, në fakt ka patur prirje ekstremiste vite më parë, të cilat datojnë fillimisht në vitin 2019. Okej, Bleona, besoj që me kalimin e minutave do kemi informacione më të fundit për këtë ngjarje që për fat është mbyllur temi pa shkrepje armësh, por sigurisht mbeten pikpyetje të forta lidhur me temi me veprimtarinë e këtyre 2 personazheve, cilët janë dëgjuar apo jo dhe sot pasdite të lëshojnë thirrje me sfond të theksuar fetar dhe terrorist, 2 persona cilët kanë qenë edhe në Siri, pra që pa dhe nga emri i tyre, kanë ndryshuar dhe emrat dhe për më tepër vinë nga njëri për tyre spaku me një background ushtarak. Bleona Prengze nga detyria e policisë për këtë ngjarje e cila vijon të zhvillohet. Pra lajmi mirë që ata 2 tashmë janë dorëzuar pa shkrepur asnjë armë në drejtim të policisë. Kthehemi temës tonë. Brisita, sigurisht pritet një mbledhje e gjykatës kushtetuese, e cila pritet të shërtoj padinë e kryeministrit lidhur me ato që e quan kalim, kapërcimi kompetencave kushtetuese nga një pushteti tjetër nga drejtësia tek ekzekutivi, tek legislativi apo tek presidenti, siç tha ai në fjalën që ai mbajti në prezencë të komisioneres së zgjerimit Marta Kos. Presioni temi është shtuar sot nga Partia Demokratike, nga zoti Bardhi, i cili temi deri diku presioni që i ka bërë antarëve të gjykatës kushtetuese është për të vënë ata në pozitën që mos marrin një vendim që të mbështesi politikisht kreun e mazhorantës. Ama në këtë lloj situate precedenti që kërkon Rama të hapi me këtë vendim, kushtetuesi hapin precedent apo në një rast tillë. Sido që të shkoj puna do hapi një precedent i ri që o gjykata dhe prokuroria e korrupsionit do të vendosë cili është ministër, zëvendës kryeministër, ndoshta edhe kryeministër, ose për herë të parë do të kemi vendosjen e një vije të qartë për shkak të raporteve të reja që janë vendosur midis pushteteve në Shqipëri pas reformës në drejtësi. Por pse mendoni që temi zoti Bardhi bëri këtë lloj presioni sot, i cili në fakt i intereson gjithë klasës politikës, i intereson vetëm njërës palë? E dim shumë mirë që politika shqiptare nuk është se mund të ndash e majt e djathtë, është grumbullim interesash që nuk është se gjoja kanë moral, ose kanë cip që për të arritur atë që duan, gjoja duan, mbajnë anën e moralit. Unë mendoj që për faktorizojmë pak zotin Bardhi, nuk besoj se ka aq shpesh, mendimin, opinionin personal. Sepse kam parë që edhe vetë Berisha nuk ja ka besë, pavarësisht se mund ta ketë bërë kryetar grupit parlamentar. Ai edhe Berishës ja ka pasur me hile në gjatë rrugtimit të tij, u bashkuar vetëm kur varka e zotit Basha mori ujë, duket një njeri pragmatist edhe pa burrëri. Edhe këtë nuk më të besoj se me një status ose më shumë mund të druhesha intrigave që mund të bëj, se sa statuseve dhe gjërave që bën kështu. Sa për
Fakti që del publikisht them unë, i bie që intrigave u shmbyllur dera nga të gjitha palët. Por presioni ishte publik sot. Partia Socialiste nuk e ka nga Partia Demokratike. Unë ja kam thënë shpeshherë këtu. Amikun më të madh Partia Socialiste ka brenda radhëve të saj. Ka intrigat, klanet, hakmarrjet, është një bashkësi personash që i lidh imoraliteti dhe interesa, dhe jo idealizmi, dhe jo çka përfaqëson e majta ideale, sepse nuk po them që e majta para 90-s ishte e majtës. Nuk të bën emri të majta e nuk bën emri të djathtë. Kurse sa për gjykatën kushtetuese, duke qenë që për zotin Veliaj unë e quaj ta një vendim politik në favor të tij, më shumë për pjesën e detyrës, sepse ai problemet i ka shumë të hapura me Spakun dhe aty nuk besoj se mund të dalë ose mund të ketë çlirim qoftë edhe penal edhe moral. Por atë lojë që bën ai, sepse Belia është mjeshtër i butaforisë dhe i shout, por mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese do jetë vendim prap politik. Nuk besoj se pak janë veta në gjykatë kushtetuese që kanë integritetin, dinjitetin edhe pavarësinë karakteriale nga qelbi i politikës shqiptare. Në fakt, sot kemi edhe zhbetuar dhe antari i ri i gjykatës kushtetuese zoti Vokshi dhe zonja Qeferllari është in charge derisa gjykata kushtetuese ta zgjedhë si antare më e vjetër e kësaj gjykate. Ali Bea, a ka një bazë për te debateve politike dhe sigurisht tensioneve të forta edhe për shkak të temi fakti që është figura e dytë e qeverisë që është në lojë. Pra, loja është shumë politike, nuk është më thjesht. Loja është shumë politike, le ta themi. A ka një bazë, a ka një logjik kushtetuese pa dia kryeministri? Shtera e parë, me sa më montun, faktë në rastin e qeverisë Rama, shtera e parë që kryeministri shkon para gjykatës kushtetuese. Nuk më rezulton, i thras memores tani dhe nuk më rezulton që të ketë shkuar në raste të tjera. Do duhet pritur se çfarë gjykata kushtetuese do thotë. Sigurisht. Kjo është e para. S'mund bëjmë asnjë lloj amendësimi sepse shumë shpejt mund bjem në spekullime, mund bjem edhe në tifozeri të papërshtatshme. Por mund të themi dy gjëra të thjeshta nisur nga e shkuara, vetëm kaq. E ngjashme, kam përshtypjen, mbase jo identike, e ngjashme ka qenë rasti kur u kërkua heqja e imunitetit Sali Berishës. Mbani mend, pati edhe një kërkesë në atë kohë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kërkonin e gjykata kushtetuese, duke anashkaluar rrugën normale të ankimit në